Për 2 ditë me radhë, me 13 dhe 14 qershor, në qytetin e Istogut, Federata e Ragbit të Kosovës organizoi një ngjarje të rëndësishme evropiane që ishte Rugby Europe Sevens Conference 2. Në këtë edicion morën pjesë 8 kombëtare të ndara në 2 grupe: Malizi, Bosnjë e Hercegovina, Gibraltari dhe San Marino në grupin A, si dhe Kosova, Greqia, Estonia dhe Slovakia në grupin B, e ku fituese u shpall Slovakia. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Ragbit të Kosovës, Evzi Hani, tha se organizimet të tilla janë teje të rëndësishme për diplomacinë sportive, pasi ato e vendosin Kosovën në hartën ndërkombëtare të sportit. Për Kosovën është vërtet një jashtëzakonshme rëndësia e këtij turniri. Në aspektin e diplomacisë sportive e vendosim Kosovën si vend organizator në arenën ndërkombëtare, ku shtetet ndryshme marrin pjesë dhe shohin vendin tonë se çka është ndjenje për të organizuar dhe çfarë njerëz ka këtu në Kosovë. Dhe në aspektin e zhvillimit sportit tregon ambicien ku ne dëshirojmë të arrijmë për të gjithë të rinjtë të cilët e ndjekin sportin e ragbit. Edhe pse nuk u arritën rezultate pozitive, trajneri i kombëtarës së Kosovës në rugby Mark Beret u shpreh i lumtur me zhvillimin që sporti i ragbit po e përjeton në Kosovë. As you know, that rugby is quite a new sport in Kosovo, so we're still developing. We're playing countries that have had rugby programs for a very long time, and I think we're doing really well. I think we see a lot of improvement every game, a lot of experience being gained. So I'm quite happy with how things are going at the moment. Synimin që Kosova t'i përmirësoj performancat dhe rezultatet, për Kosova Press i shprehu edhe kapiteni Arlian Beqiri. Është kjo hera e katërt që jemi tu marrë pjesë me një turnir shtatëshe në Ligën Evropiane. Edhe se cilën herë ngritet performanca, kemi pa shumë skena të mira, edhe dojna me vazhdu për kësaj pozite, me dalë se cilën vit ma mirë. Fituesi e këtij turneu të dielën u shpall kombëtarja e Slovakisë, duke mposhtur në finale Gibraltarin me rezultat 24-7. Lojtari i kombëtarës së Slovakisë, Matthew Single, i cili ishte edhe më i miri i gjithë turneut, vlerësoi lart organizimin e bërë nga Federata e Ragbit të Kosovës, por edhe ekipin ndërdan. Kosovo team's incredible. I know they're a very new country. I can see all the effort that goes in behind the scenes to start rugby in Kosovo, and this was a very promising tournament for them. They managed to beat Greece. That was a very impressive game, and there's definitely something there. A lot of development for Kosovo, and I can see that they're definitely growing every year. Në fund, u organizua ceremonia përmbyllëse, ku ndan medaljet e mirënjohjet për më të mirët e turneut. Për te rezultateve, turneu u karakterizua nga një atmosferë e jashtëzakonshme sportive, me fair play, respekt mes ekipeve dhe një frym të vërtet bashkimi që e bëri ngjarjen edhe më të veçantë.